Mirëmëngjes, përshëndetje të nderuar miq. Syri I Zenit kishte ndjerë ca lajme sot me këtë Qimpekën që është një nga gabimet e mia që e kam futur në gazetari, ke në TV-ja, e kam futur unë, ke ndjerë Artan Tepelena. Kishte ardhur me atë shkollën e Shkodrës, që më shumë I blinin me lek ato diplomat edhe rinte këtu nëpër Tiranë pa punë. Dhe pastaj nëpërmjet njeriu të vet Maxhunit, ish ambasadorit Enver Hoxhës në Francë, mikut Sali Berishës, zuri pozita drejtuese aty ke në TV-ja dhe derisa eci përpara si besnik dhe përfitues I PD-s dhe Ilir Metës dhe Erion Beliajt. Po këto janë tjetër gjë, s'është kjo gjë kryesore, po këta kishin konstatuar që protesta është në rënje dhe është politike. Po, jo politike, po është thellësisht politike, sepse është kundër zullumit 36 vjeçar të politikës dhe bllokimit të arterjeve të funksionimit të shtetit në një klikë blu dhe mavi, ose rozë po të doni, të cilët jo se është qëllim në vetvete për të rrëzuar ata, po ata duhen rrëzuar sepse kanë qeverisur keq, kanë bërë një polarizim të tejskaqshëm të shoqërisë ku 4, 5 ose 6 ose 10 oligark kanë grumbulluar 80-90% të aseteve kombëtare. Dhe kjo duhet ndaluar, duhet bërë një rishpërndarje me mire pasurisë e para. E dyta, që është edhe shumë e rëndësishme, në politikat e jashtme rajonale, gjeopolitike dhe botërore, aq peshtë vogël sa ka Shqipëria, duhet të ketë ndryshime. Bota është duke ecur në vija zjarri, që ende nuk kanë filluar dhe është duke ndodhur ajo që quhet rivendosja e madhe. Ne nuk duhet të rreshtohemi as në njërin anë, as në anën tjetër, por duhet të qëndrojmë pak a shumë asnjëanës dhe të lozim rolin ton në histori që s'u kemi rënë në qafë asnjë populli tjetër. Ne nuk ka pse përzihemi në lojën e madhe të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Ne urojmë që ata të kenë paqe. Ne nuk jemi kundër popullit palestines martir, sepse I ka rënë fati keq që në atë vend ka ambicie një fuqi e madhe, siç është e armatosur ushtarake, siç është Izraeli. Sepse po të vijemi kundër Palestinës, të cilët aty I ka caktuar Zoti, ne vijemi kundër Zotit. Por ne nuk ka pse rreshtohemi as kundër Izraelit. Sepse është sikur ti kundër vihesh zjarrit. Ne vazhdimisht nga territoret që na ka caktuar Zoti, sidomos këtë shekullin e fundit, kemi qenë një nga kombet më të mëdhaja, por gjithmonë na kanë të kurrur dhe na kanë zvogëluar, por nuk kanë mundur të na zhdukin dot dhe nuk do të na zhdukin dot kurrë, sepse ky është vullneti I Zotit. Madje vullneti I Zotit ishte dhe yrethimi me gardh, me arrogancë atje në jug, në Vlorë, në Nartë, në Pishporo, Zvërnes, dhe ai grushti që goditi atë banorin atje që kishte dalë për të protestuar. Dhe ai grusht bëri që të irritohej gjithë Shqipëria dhe të grumbullohej kundër këtij despoti të pandrishuar, arrogant dhe që ka 13 vjet që e përdor Shqipërinë si plaçkë tregu për ta grabitur
nga frika e aferës me Gonigal është duke shitur gjithçka vetëm të qëndrojnë në pushtet dhe të mos e dënojnë. Ndryshoj korridoret energjetike të cilat do të vinin nga Shqipëria nëpërmjet kompanisë Exxon Mobil në 2017 dhe hyn grekët në lojë dhe i siguruan që çështja e tij do të mbyllej në dosjen me Gonigal dhe pas kësaj garancin tjetër ja dha Jared Kushner, i cili nuk lot për Amerikën, por është një nga njerëzit më të rëndësishëm të agjendave gjuhëshe dhe është një nga miqtë e pretërve të gjuhëshve që janë familja Rothschild. Sigurisht dhe me ta ne nuk kemi punë, po fatkeqësi është që ata ja kanë vënë syrin Shqipërisë dhe kam filluar të kërkojnë të ngrejnë enklava dhe geto të gjuhëshve në maskën e resorteve që duan të ngrejnë në Sazan dhe në gjirin e Vlorës, vende të cilat ata ja kanë vënë syrin prej mbi një shekulli i kanë ndëruar që ti marrin ato territore, por ato territore Zoti ja u ka caktuar shqiptarëve dhe shqiptarët do t'i mbajnë. Edhe Zoti t'i kërkoj ato vende, shqiptarët nuk duhet t'i lejojnë dhe duhet t'i mbajnë vetë. T'i zhvillojnë vetë, ashtu siç din vetë, me sa më shumë rregull, me sa më shumë ligje, ku kryesorja është që jo vetëm atje, po në çdo vend që zhvillohet turizmi në Shqipëri, vija bregdetare 200 metro nga deti ose 300 metro nga deti, siç e ka ligji shqiptar, duhet të takoj popullit dhe kushdo ka të drejtë të vendosë një çarçaf atje dhe të bëj plazh. Dhe kjo duhet të zbatohet. Pse është thellësisht politike lëvizja e protestave popullore? Është politike se duhet të rishkruar kontrata me shtetin, ku të mos lejohet që një njeri, një maskarat si ky që ka Kyrilindaci që ka mashtruar dhe sa herë që i vjen Gordja kërkon të gjej streke, xhaketat e vjetra të cilat ai i ka urryer dhe ju ka futur nga një shkel në pyllë si Namik Tokle, si gjithë ata të tjerët që grumbullovi pardje, duke ju kërkuar ndihmë dhe duke u përpjekur të gjej strek tek socialistët e thjeshtë, të cilët janë përfituesit më të vegjël, ashtu si gjithë shqiptarët e tjerë në zinxhirin hierarkik të Partisë Socialiste dhe që votojnë atë për traditë edhe për bindje, por që vetëm një grup i vogël maskarenjë dhe ajdutësh, pelivanësh, ke Partia Socialiste që quhen Rilinca, e kanë vjedhur dhe e kanë plaçkitur jo vetëm Partinë Socialiste, por gjithë kombin tonë dhe socialistët e thjeshtë duhet t'i kthejnë kurrizin dhe ta braktisin Edi Ramën. Duhet të rishkruar kontrata për shtetin, ku shteti të vendosë ekuilibra që mos bjerë në dorën e një njeriu. Duhet të krijohet president nga populli, i cili sa herë partitë politike të shmenden ose bie në dorë të njerëzve si Rama dhe Berisha, apo edhe Fatosnano janë më përpara një udhëheqës thellësisht i korruptuar, popullit të zgjedh me votë të lirë çdo person që del, të thjesht që del nga radhët jashtë partive politike. Dhe ky president duhet të ketë këshillin e vet presidencial për ta balancuar në fuqi me përfaqësues nga 4 komunitete tradicionale shqiptare. Shteti shqiptar duhet të luftojë agjendën Kalergji, ku planifikohet si në të gjithë Evropën dhe në Shqipëri të fusin të uaj me raca të tjera që është më rrezikshme dhe me etni të tjera. Raca përcaktohet nga ngjyra e lëkurës. Dhe të ndalen agjendat që pengojnë rritjen e numrit të shqiptarëve, siç janë këto agjendat e flamurit të Ylberit dhe këto të mos promovohen. Po kush të dëshiroj, le të ndjek çfarëdo lloj agjende seksuale të vetën,
shteti nuk e pengon. Njëkohësisht shteti duhet të vazhdojë traditën e vetë thellësisht laike, të jetë i distancuar nga çështjet e qellit, të besimit dhe të mos përzihet në punët e fesë, të jetë i baraslarguar, të ruaj administratën e vet thellësisht, të defetarizuar, të mos ketë orare ku të falen ose të bëjnë shenja fetare, kryqin, a të falen, a çfarë do lloj shenje tjetër fetare gjatë orarit të punës, por si zyrtar të shtetit të jenë rigoroz dhe të zbatojnë betimin dhe ligjet e shtetit. Përfaqësuesi i shtetit dhe mbajtësi kryesor i sovranitetit të kombit duhet të jetë presidenti, ai që zgjidhet nga populli dhe të jetë një aktor kryesor në ekuilibrin e jetës politike të vendit dhe mbi partitë politike. Partitë politike nuk duhet të përpiqen të marrin trajtimin e protestës, po sigurisht duhet dhe është mirë që të gjitha ato që janë me ide të protestuesve të marrin pjesë dhe ta mbështesin në periferi këtë lëvizje të madhe që kërkon të çinstaloj këtë regjim propagandistik dhe kleptokrat që është vendosur në Shqipëri. Sigurisht në politikën e jashtme shqiptarët nuk ka pse të jenë as kundër muslimanëve, as kundër rusëve, as kundër Izraelit, as kundër Amerikës, as kundër Evropës. Me të gjithë duhet të bashkëpunojë mbi bazën e përfitimeve reciproke, ekonomike dhe politike. Mos harroni që në politik nuk ka miq dhe armiq të përjeshëm në diplomaci të një kombi. Të gjithë janë të përkohshëm, por miq tradicional sigurisht duhen ruajtur në rajon me një vlerë të pachmuar. Duhet ketë një bashkëpunim të lartë, më të madh midis shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë, Malizë dhe Shqipërisë, të ketë një bashkim sa më të madh kulturor dhe politik në qoftë se do të lejojnë rrethana ndërkombëtare dhe politikanët shqiptar duhet të luftojnë fort për këtë ide të madhe për të cilën dan jetën rilindasit tanë. Sigurisht shteti shqiptar duhet të jetë tolerant dhe me pakisat dhe të trajtojë ato me të njëjtat kritere ligjore siç trajton dhe shumicën etnike që është populli shqiptar, i cili dikur ka qenë një nga popujt më të mëdhenj në Evropë, ndoshta pas gjermanëve. Njëkohësisht, ne duhet të përpiqemi të mos bijmë në lojën e madhe të elitave për të futur botën në luftë dhe ne të hyjmë në luftë me popujt e tjerë të Ballkanit. Duhet të përpiqemi të ndërgjegjësojmë dhe elitat politike të këtyre vendeve që janë fshinj me ne si Greqia, Serbia, po Bullgaria dhe Rumania, që të mos përfshihen në agenda bëllabrase, por të ruajmë me zgjuarsi bashkëpunimin ekonomik dhe miqësinë, sepse këto vende që ku ndodhen popujt tanë përkatës, i ka zgjedhur historia, fati dhe ne duhet ta shfrytëzojmë në maksimum për prosperitet të secilit popull në Ballkan dhe jo të hyjmë dhe të bëhemi vegla në një konflikt të madh botëror që mund të ndodhë në të ardhmen. Kohë të rrezikshme po kalojmë dhe duhet që këto kohë të rrezikshme t'i kalojmë me shumë durim dhe me shumë zgjuarsi. Duhet të ulim njëkohësisht çmimet e të patundshmeve në çdo lloj politike, të rritim investimet në bujqësi, të rregullojmë infrastrukturën, të ndryshojmë sistemin shëndetësor dhe të ketë të paktën një spital rajonal në 6 rajone të Shqipërisë dhe jo të jenë të përqendruar të gjithë
Kenën Tereza, të nxitin me politika të mençura zhvillimin e qendrave të mëdha tregtare në të gjithë territorin e Shqipërisë, të ulim çmimin e karburanteve, sepse e kemi këtë mundësi më shumë se sa Maqedonia, Kosova, Greqia, Malizi, dhe për të gjitha këto ka një hap të parë. Rama duhet tullet në bisedë dhe mos e ketë mendjen ku të kap çengelin nga sionistët, nga socialistët, nga Gramoz Ruçi, nga kërkon një strej që të shpëtoj. I vetmi shpëtimi i tij është arsyeja, logjika, tullet të bisedojnë me përfaqësuesit që do të zgjedhin protestuesit, sepse ai e shikon që nuk është dëshiruar nga masa më e madhe e popullit shqiptar dhe thjesht just do it. Një qeveri e përkohshme të rregulloj kontratën shoqërore në kushtetut dhe Shqipëria të vendos ekuilibrat duke hequr presidentët të tipit karnavalesk si Bajram Begaj dhe Shqipëria të fitoj dinjitet. Ai që menaxhon paret është përfaqësuesi i mazhorancës që grumbullon dhe shpenzon paret, dhe ai që mban sovranitetin e shqiptarëve është ai që e zgjedhin direkt shqiptarët dhe jo një grup i vogël specialistësh, më falni, socialistësh ose demokratësh. Kjo politik 36 vjeçare i ka ardhur fundi. Ashtu siç u rrëzua busti atij të vdekurit, duhet të rrëzohen këto dy bustet e tij gjallëve nga shqiptarët. Një herë mirë po fryn dhe askush s'ka të drejtë të akuzoj protestuesit si vegla në duart e të tjerëve. Ata janë vegla të ndërgjegjes së vet, të kockës së vet që ka vojtur kaq shumë dhe ju bëj thirrje dhe shqiptarëve të diasporës sa më shumë të kenë mundësi të kthehen dhe të japin kontributin e tyre, qoftë këto ditë të rëndësishme për ndryshimin e historisë së kombit, që do të jenë ditë historike, ashtu dhe në vazhdimsi për të mos lejuar planin Kalergji. Duhet të hequr pasaportat e atyre që nuk janë racë dhe etni shqiptare dhe që kanë ardhur me pasaportat e Bajram Begajt, rreth 30.000 pasaportat të tuajve. Ky vend do të ngelet i shqiptarëve dhe shqiptarët do të punojnë dhe do të jetojnë këtu, ndërsa të tjerët mund të vinë si turist, mund të vinë me leje të përkohshme të punojnë, por jo si qytetar të këtij vendi. Qytetarët të këtij vendi do të jenë dhe duhet të jenë vetëm shqiptarët. Nuk kemi urrejtje racore për askënd, por duam vendin dhe racën tonë, duam të zbatojmë verdiktin e Zotit, që këtë tokë na ka lënë Zoti dhe historia të parët tanë dhe duhet ta mbrojmë me çdo kusht, kundër kujdo qoftë. Tung tung, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.